Cilat janë 7 mëkatet shkatruese? 7 mëkatet shkatruese, këto kanë ardhur edhe në hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që i ka përmend që vërtet njeriu ja shkatrojnë edhe jetën, po ja shkatrojnë edhe ahiretin. E para ndër to është shirku. Ti bash ortak Allahut azza wa jall. Të besosh zot apo zotra tjerë me Allahun. Ti në nështrohesh zotrave tjerë me Allahun dhul xhelal. Që Allahu këtë mëkat thamë se nuk e fal. Prej mëkateve shkatruese është shumë e përhapur të muslimanët, sidomos në trojet tona për fat të keq, magjia, sihri. Me të madhe, kur them me të madhe, besoni se është tepër e përhapur dhe tepër punohet, shumë punohet në këtë rast, që gati besoni vallahi nuk ekziston shtëpi që nuk ka shprek dhe nuk preket nga magjia dhe sihri. Që ka njerëz ashtë lig që më thot në këtë rast merren e dëmtojnë një familje. Po, shkatrojnë familje. Ua shkatrojnë jetën. Shkatrojnë gjithçka. Që është, më thot, mëkat që, më thot, i shkatron njerëzit këtë jetë, po ata shkatrimi më i madh do të jetë për ata, më thot, në botën e ahiretit. Ku e kanë vendin këto që bëjnë magji dhe këto që shkojnë te magjistari me i dëmtu një familje tjetër? Si do të jetë jeta e tyre pas vdekjes? Po sigurisht se xhenemi, kur gjon si pra tjetër. Allah do t'i dënoj keq apo? Absolut, nuk ka tjetër çka nuk ka për ta. Nuk ka dënohen edhe të shpërblen, do thot të dënohet, ta kalon dënimin, pastrohet edhe të hyjë në atje jo. Përgjithmonë në xhenem, po. Përgjithmonë në xhenem. S'ka. Mirë për ju që shkojni te sehirbazja ose te sehirbazja për me dëmtu dikant tjetër. A e dëgjuat hoxhën që ata? Edhe thot Allahu dhe pejgamberi. Do të dënoheni në xhenem. Mirë për ju që keni shkatru familje të ndryshme, që keni shkatru shtëpia, mirë për ju. Jeta është e shkurt, nuk keni me jetu 1000 vjet, keni me jetu 50-60 vjet ose më herët. Po ku keni me shku pastaj? Mirë për ju që keni shkatru familje. Kur në hoqë? Parafarsisht janë të ngjashme me ato që i përmendëm më herët, kamata, ribaja. Ai që e merr apo ai që e jep. Po. Domethënë, edhe kjo është prej gjunave shkatruese që vërtet punohet me të madhe. Vrasja e njeriu të pafajshëm. Gjithashtu përvetësimi i pasurisë së njeriut në mënyrë të padrejtë. Që i me vjedhja kjo faktikisht. Po. Që padrejtë shkën ja merr pasurinë. Po, me padrejtësi, po. Po, pens. Po. Ikja nga fusha e betejës kur besimtarët përballen me armikun. Edhe kjo interesant. Luftë është, hik. Po, dhe ik. I le shokët vet. Po. Kjo është prej mëkateve shkatruese. Allah s'na ka sprovu me këtë. Alhamdulillah. Po. Edhe shpifja ndaj grave të ndershme besimtare. Çka e rëndë është. Po. Me thonë me shpif që ajo e ka bën një punë. Pa marrë parasysh se çka po. Që nuk e ka. Janë gjetë diçka që s'e ka. Po, edhe që e ka, shembull, edhe ajo nuk është në rregull të flitet. Prandaj Islami neve na mëson dhe na udhëzon nga ajo që neve tu ambulojmë njerëzve të metet dhe të ligat. Është nga Islami. Po. E jo të shpifish diçka që nuk e ka. Ajo është shumë e rëndë. Allahu na rujt. Amen. Po. Këto domethënë janë 7 mëkate shkatruese. Allah na rujt. Amin.